Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë thonë se uthulla e mollës është fantastike, por askush nuk e di se ajo trajton këto probleme. Uthulla e mollës nuk përmban kimikate dhe krijohet në procesin farmaceutik të lëngut të uthullës duke u përdorur në bakteriet të acidit acetik. Acidi acetik dhe malik do t'i japin uthullës një shije dhe erë karakteristike të thartë dhe intensive. Uthulla e mollës për trajtimin e problemeve filloi të përdorur nga Hipokrati, babai i mjekësisë, që atëherë ky lëng me ngjyrë të artë është i njohur për efektet e tij të dobishme në shëndetin tonë. Sasia e rekomanduar ditore është një lugë çaji dhe duke qenë se ka një shije mjaft intensive, për disa njerëz nuk e pëlqejnë, mund të përzihet me ujë përveç kësaj. Ka receta të ndryshme për të pirë uthull molle. Për sa i përket shëndetit, uthulla e mollës është e njohur gjërësisht për vetitë e saj kuruese. Të gjitha këto janë problemet me të cilat mund të ndihmoni veten duke pirë një lugë të tretur uthull molle në një gotë me ujë për çdo ditë. Sipas Health.com do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga përdorimi i uthullës së mollës. Ajo është një ndihmuese shumë e mirë edhe për të hequr qafe, peshën e tepërt të trupit. Uthulla e mollës ndihmon në humbjen e peshës. Këtë e vërteton një studi. Pjesëmarrësit që konsumuan uthull molle gjatë ditës konsumuan mesatarisht 275 kalori më pak se pjesëmarrësit e grupit të testit. Arsye për këtë është se uthulla e mollës rrit ndjenjen tonë të ngopjes, kështu që keni nevojë për pak pushim. Ajo largon bakteret dhe kërpullat e organizmit. Uthulla e mollës është e njohur gjërësisht si antimikotik dhe antibakterial. Kjo uthull përmban polifenole që supozohet se lidhin radikalet e lira dhe kanë efekte antiinflamatore. Uthulla e mollës është përdorur gjithashtu për të disinfektuar problemet e lëkurës dhe të thonjve. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve të tretjes. Uthulla e mollës stimulon tretjen dhe nëse keni stomak të ndjeshëm, një lugë gjedhe uthull molle në ditë mund të zgjidhë problemin tuaj. Acidi acetik stimulon prodhimin e përshtymës, acidit të stomakut dhe gjithashtu lëngjeve tretëse, veçanërisht enzimave tretëse, trispina dhe lipaza. Tretja do të jetë më efikase në këtë mënyrë do të reduktojë problemi i urthit, kapslëku dhe fryrjes. Nivelet e paqëndrueshme të sheqerit në gjak mund të mbahen nën kontroll me përdorimin e uthullës së mollës. Nëse ju pëlqejnë ushqimet e pasur me karbohidrate dhe keni nivele të larta ose të paqëndrueshme të sheqerit në gjak, është mirë të merrni uthull molle. Përkatësisht, uthulla e mollës në kombinim me karbohidrate do të rrisë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Me fjalë të tjera do të thotë se insulina do të funksionojë në mënyrë intensive dhe qelizat do të jenë në gjendje të përdorin më shumë sheqer dhe karbohidrate. Rezultati do të jetë ai që ndihet në pak lodhje dhe do të keni më shumë energji. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër viruseve të shpeshta dhe problemeve të ftohjes. Përveç vitaminave dhe mineraleve që përmend, uthulla e mollës ka hekur kalium, bakër dhe silic, madje dhe pektin. Kjo është një arsye pse ky lëng acid është një përforcues i përsosur i imunitetit tonë. Është mirë të kombinohet një dietë e shëndetshme me konsumin e uthullës së mollës. Në këtë mënyrë do të bëni më shumë për shëndetin tuaj dhe do të parandaloni komplikacionet e tyre. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për të përfituar vlerat e këtij produkti. Por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si një burim i rinisë së përjetshme. Studimet të cilave u referohemi sipas Brightside konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell përfitime të mëdha për trupin tonë. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë. Ata sugjerojnë në tretje në 1 deri në 2 lugë gjedhe uthull molle në një filxhan me ujë. Por çfarë ndodh në organizmin nëse pini uthull molle çdo ditë? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomak, uthulla do të shërbejë si laksativ, duke zgjidhur çështjet siç janë konstipacioni. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht të lëkurës dhe të flokëve.
Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës shërben si një recetë shumë e mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit, kryesisht ato të lëkurës dhe të thonjve. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugje dhe uthull mollën në një gotë me ujë dhe ta pini rregullisht. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore për të rënë nga pesha dhe sjell gjithashtu rezultate mjaft të mira në shëndetin tuaj. Vetitë e mira të uthullës së mollës i dimë të gjithë, por ka edhe nga ato që nuk janë edhe aq të njohura. Dëgjoni me vëmendje 10 veti të uthullës së mollës që mund t'i përdorni nëse pini një lugë çaji para gjumit dhe me siguri së shpejti do të bëhet zakoni juaj më i mirë. Para përdorimit ju bëjmë dije se nëse keni shqetësime të ndryshme dhe përdorni medikamente, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për mënyrën më të sigurt të përdorimit të saj. Ajo lehtëson dhimbjet e fytyrës dhe gjithashtu sjell shumë përfitime në këtë aspekt. Uthulla e mollës ka efekte antibakteriale. Thjesht pini një lugë çaji uthull molle një orë përpara se të shkoni në shtrat dhe më pas një lugë gjelle para se të shkoni në gjumë. Konsumi i lugës së fundit pak përpara shtratit të tretur në ujë do të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Shpëtoni nga fryma e pakëndshme e mëngjesit. Uthulla e mollës do të vrasë bakteriet që shkaktojnë erën e keqe të gojës. Rivendosni acidin në stomak duke përzierë një lugje dhe uthull molle me ujë dhe duke pirë këtë tretësirë një orë përpara se të shkoni për të fjetur. Ajo parandalon gjithashtu dispepsin. Përzierni një lugë çaji me uthull molle dhe ujë duke konsumuar gjysmore përpara se të shkoni për të fjetur. Sheqeri i lartë në gjak është shkaktari më i zakonshëm i problemeve të pagjumësisë. Uthulla e mollës rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ul nivelin e sheqerit në trupin tuaj. Pak përpara se të shkoni në shtrat mund të konsumoni këtë përbërje e cila mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë e tretur në ujë për të lehtësuar gjithashtu edhe shqetësimet tuaja të cilat lidhen me shëndetin e përgjithshëm. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë që do ju shpëtojë kryesisht edhe nga dhimbjet tuaja të barkut, sidomos në rastet tuaja më të vështira. Hidhni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe do të shpëtoni gjithashtu nga dhimbja e barkut. Duke e pirë këtë në një mënyrë natyrale, do ta keni më të lehtë të lehtësoni gjithashtu edhe shqetësimet që lindin nga tretja e dobët. Lemza mund të lehtësohet duke hedhur një lugë uthull molle në një gotë me ujë. Mjafton të pini të tretur një lugë me uthull molle organike sapo lemza të ketë filluar. Kështu do ta keni më të lehtë t'i vini në ndihmë shëndetit tuaj dhe gjithashtu të mbani larg problemet e lemzës. Uthulla e mollës është një përbërje shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve të alergjive. Nëse dëshironi të zgjidhni problemin tuaj të alergjive, përzierni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe konsumoni këtë përzierje pak përpara se të shkoni në shtrat. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në uljen e urisë së tepërt trupore. Nëse ndjeheni të uritur pak përpara se të flini, thjesht konsumoni një lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë. Në vend që të hani ushqime me kalori të tepërta, të cilat do të krijojnë gjithashtu edhe vështirësi në organizmin tuaj. Përdorimi i uthullës së mollës brenda kritereve të duhura mund të ketë avantazhe, por nëse teproni dhe merrni medikamente të caktuara, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun përkatës. Gjithashtu, digjni gjithçka që keni ngrënë gjatë ditës duke shtuar uthullën e mollës në dietën tuaj të përgjithshme. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitimet e uthullës së mollës dhe për të parandaluar kështu komplikacionet që i kanosin shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.